Të do të shkojmë pak jashtë kufive të Kosovës, goxha largë, do të shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje ku na pret kolegu jo gazetar Valon Gërbeshi, gjendet në New York, nëse nuk gaboj të na sjell pak atmosferën që është atje, si dhe trejat e fundit që i kemi nga New Yorku. Përshëndetje Valon. Përshëndetje Ginta, po si që përmendë dhe të Motës qenë kemi po, Valon. Kjo shumë për Prishtinës, New York. Si e kemë situatën atje? Po përshëndetje Ginta, përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit të shtatë dhe lexuesit e gazetës Express. Unë momentalisht jam duke u paraqitur drejt për drejt nga Times Square në New York. Aktualisht, sipas statistikave të përgjithshme, nga qendra kombëtare për kontrollimin dhe parandalimin e sëmundjeve në gjithë Amerikën, deri me tani janë shënuar mbi 1.152.000 raste të prekur me Covid. Ndërkaq numri rasteve për 24 orët e fundit është mbi 29.763 raste të reja. Vlen të përmendet se po ashtu deri po. Dishta pak me diskutu për masat që janë marrë në SBA nga administrata Trump. Cilat janë masat që janë marrë atje sa i përket pra qarkullimit, masa për parandalimin e përhapjes së COVID-19 në SBA? Po Genta, ajo që unë mund të them deri me tani nuk ka pasur masa strikte si që ka pasur në vendet tjera në Kosovë dhe në Evropë, ku është kufizuar liria e lëvizjes. Këto pothuajse gjatë tërë kohës ka pasur lëvizje të lirë të qytetarëve, por ka pasur thirrje për kujdes të shtuar. Vlen të përmendet se ka pasur në mbylljet të shkollave dhe ka pasur mbyllje të restoraneve dhe ka pasur mbyllje edhe të punëve në ndërtimtari. Megjithatë, New Yorku është në karantinë, e dhemshme me pa Times Square, unë e kum pa veç përmes televizionit, po ti atje, s'pas ka njerëz hiç, ndoshta na përcjell pak pamje. Po Ginta, unë thash edhe më herët se jam direkt nga Times Square dhe pandemia globale COVID-19 pothuajse qytetin që ka epitetin qyteti pa fjetur e ka bërë pothuajse qytet të fjetur në heshtje. Pothuajse nuk është në karantinë, por megjithatë ka kujdes të shtuar dhe nuk vrehen lëvizje të mëdha të qytetarëve. Jo vetëm në këtë zonat më të frekuentuara, po thuajse në gjithë New Yorkun. Në anën tjetër, po besoj, te çështja e pandemisë COVID nuk ka rëndësi se kush infektohet, po flasim për baza etnike. Me fol pak për gjendjen e shqiptarëve atje, jeni në kontakt dhe si është gjendja e shqiptarëve, pra si po e luftojnë ata COVID-19 në SBA? Po Ginta, si që thëve ti se nuk ka klasifikime se kush mund të preket nga COVID-19, ajo që mund të themi është se këtu në New York është një komunitet i madh shqiptar i cili është i fokusuar kryesisht në Bronx, në Queens, respektivisht në Astoria dhe në Brooklyn dhe në Staten Island. Numri i komunitetit shqiptar është mjaft i madh dhe ka një numër të prekurve shqiptare me COVID-19, po megjithatë nuk ka statistika se sa mund të jetë ky numër. Kur parashitet me u lehtësu, faktikisht me u lehtësu këto masat, çka po thonë, edhe a u gjet vaksina alo, kreti kemi sytë në SBA? Genta, në fakt, masat për lehtësimin nga Covid këtu në New York është paraparë që të fillojnë nga data 15 maj, ku fillon të hapet kryesisht ekonomia e vogël këtu në New York, pastaj do filloj hapja e institucioneve publike dhe institucioneve të tjera, por nuk parashihet edhe hapja e shkollave, pasi që pothuajse tashmë ka përfunduar semestret dhe do të vazhdojnë në pushime semestrale. Kurse sa i përket vaksinës,
mendoj se është ofer gjendja e vaksinës ashtu siç është paralajmëruar. Pritet që të jepet një dritë jeshile e Institutit Shëndetësisë mbas edhe të suportohet një holomtim për vaksinën e COVID-19. Me gjithë shumë, Valjan, të falenderoj shumë, sot jesë gjuherët, 6:30, nëse nuk da bëj është ora në Shëba në këto momente mëngjesit. Po Genta, në këto momente është ora 6:51 minuta, ashtu diska. Po është herët këto në New York dhe bëm pak stëf. Njëjtën kohë pak është një erë dhe nuk dëgjohet të vaç mirë, shpresoj që zëri atje të ka ardhur mjaftueshëm të mirë. Mirë jemi, mirë që është gjumerët, shkon dita ma marë tash. Faleminderit shumë, Valjan, për këtë të mirë që na e bërë neve si televizion dhe shikuesit të shtaqit dhe për pamjet që na i solle. Ti kemi dhe pak pamje dhe të përshëndesim, Valjan, dhe të falenderojmë shumë për këtë lidhje. Faleminderit shumë, Genta, shpresoj se kjo pandemi do të kalojë së shpejti dhe qyteti tjetër që tashmë duket si qyteti tjetër të kthehet sërish në epitetin të ka qyteti që nuk flet kur. Faleminderit shumë. Shpresojmë dhe ne. Faleminderit Valjan, po të përshëndesim dhe dëgjojmë për të mirë. Pra këto janë pamjet nga Times Square i New Yorkut. Po e shënë edhe